qëllime të mira keni dalë. Sigurisht që po. E jo me të sarë qëllime keni orë sot, edhe a keni me votu për në... Hajra për Prishtinën. Dhe vendosja sot çfarë qëndrimi ka për çfarë do propozimi që vjen? Po pas këtij aktgjykimi të plot të gjykatës kushtetuese u bëhet qartë që nuk ka kurfar të drejtet të vetës të askujt në konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ky është përfundimi i parë i rëndësishëm, i dytë i rëndësishëm është që gjithë deputetët do të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Dhe i treti që dua ta ndaj me ju është që lëvizja vetëvendosje nuk ka kurfar vote për listën sërbe, të asnjë të propozuarit. Kështu do të zhvillohet seanca, mendoj që deputetët marrin pjesë prej gjitha partive politike dhe kur të dështojnë të gjitha opcionet e listës sërbe, atëherë mbetet vetëm i fundit, që është zoti Rashić, edhe zgjedhja e tij nuk më merr mendja që do të jetë antikushtetuese. Kështu ka thënë aktgjykimi. Dhe kështu mendoj që edhe do të ndodhë. Ky është skenari pak a shumë qysh. A të tentoni më shumë, pra më shpesh gjatë ditës ose gjatë ditëve të ardhshme, apo do të jeni ashtu? Sot më merr mendja që do të përfundojnë të gjitha. Ju e dini që maksimalisht do të mund të kishte 27 opsione po i bien, që të votohet derisa të shteren propozimet e listës sërbe dhe pastaj besoj që më së miri është Kuvendit mos e zgjas më këtë peripeci edhe që të kryhen të gjitha sot. Nuk më merr mendja që zgjatë më shumë se 3 apo 4 orë, do të kryhet më merr mendja konstituimi i Kuvendit në ditën e sotme. Besoj fort që do të kemi Kuvend konstituar. Si e shihni zgjedhjen e Kemal Bashi si kryetar Kuvendit si pasues të juaj, pra mirë pasi që nuk keni deklaruar për sa i përket kësaj çështje. Ai është i propozuar i vetëvendosjes edhe është votuar nga gjithë ne. Është zgjedhur me legitimitet, i kemi uruar të gjitha të mirat edhe punë të mbarë. Mendoj që do ta udhëheq mirë Kuvendin e Republikës tonë, edhe mendoj që do të jetë i afërt bashkëpunues edhe me partitë e opozitës, ashtu do të jetë standardi se si vepron kryetari i Kuvendit, ashtu më jam munduar të bëj edhe unë vetë, kështu që urojmë ta kemi një Kuvend i cili shkon mbarë edhe qetë. Sa shihni që janë mundësitë që të formohet edhe qeveria pa pasur edhe një palë zgjedhje të reja për Kuvendin sërish? Unë besoj që do të kemi qeveri, do ta kemi Albin Kurtin për herë të tretë, kryeministër të Republikës Kosovës, së shpejti. Kjo do të ndodhë pas konstituimit të Kuvendit. Unë mendoj që prej nesër fillon rrjedhja e kohës për krijimin e qeverisë të Republikës Kosovës. Sepse sot do të kemi Kuvend konstituar. Keni bërë ndonjë bisedim me dikon nga partitë apo edhe deputetët individualisht për të siguruar më shumë vota? Negociatat gjithmonë ndodhin, bisedimet gjithmonë ndodhin, po unë nuk mund t'jap hollësime cilët e çyshe me emra kështu, po gjithmonë janë bisedime të mira për të mirën e vendit tonë, sepse bëhen me qëllim të krijimit të 61-shit, pra të numrit të nevojshëm që ta kemi një qeveri të vetëvendosjes, sepse vetëvendosja ishte ajo që vërtet mori një rezultat shumë të mirë në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti me 42% të votave, që do të ishte më mërmenja dëm shumë i madh për Kosovën nëse ky fitues me kaq numër të madh të votave nuk do ta bënte qeverinë e Republikës Kosovës. Pra skenari më normal, nëse e nxjerrni e përktheni rezultatin e zgjedhjeve, do të ishte që vetëvendosja me pas qeverinë dhe zoti Kurti me vazhdu me kryeministrinë. Do të keni pas qeverinë e re nëse veç formohet? Po, do ta kem një përgjegjësi në qeverinë e re. Me gjas ajo do të jetë. Diplomacia sipas gjitha gjasave. Faleminderit shumë.